Pash dje në një video ku jepeshin çmime për futbollin që ishin së bashku Edi Rama, Aleksandër Frangaj e Samir Mane. Tani mungonte vetëm Belinda Balluku dhe do ishte tamam ajka e korruptuesve dhe të korruptuarve të Republikës së Shqipërisë. Lufta ndaj korrupsionit duhet të jetë serioze, duhet të jetë e gjithanshme. Shqipëri fatkeqësisht përveç lëvizjes bashku, çdo tjetër që merret me politikë, të korruptuarit i trajton casit nënët, casit njerëkës, për ca flet, për tjerët nuk flet. Vetëm ne gjithë korruptuarit i trajtojnë tamam si të njerëkës, sepse kudo që janë, ndash në elitën politike, ndash në elitën ekonomike të vendit, ata na vjedhin në bashkëpunim, duhet hetohen në bashkëpunim, duhet të dënohen në bashkëpunim. Po e përdor këtë rast për t'ju bërë përsëri thirrje që t'i bashkoheni ditën e njëjtë në orën 18 para Kuvendit të Shqipërisë, protestë lëvizjes bashkë kundër korrupsionit dhe kundër varfërisë. Mos prisni që këtë mesazh ta dëgjoni në mediat, në portale, në televizione, sepse ato janë mediat e oligarkëve, janë mediat e korruptuesve dhe të korruptuarve. Mesazhi duhet qarkulloj, gojë më gojë, vesh më vesh, në rrugë këtu, me ne, tek nëntkatëshet që shpërndajnë fletushka në rrjetet sociale në mënyrë që të kemi vërtet një protestë shumë të madhe ditën e njëjtë dhe të kërkojmë deputetëve të Republikës së Shqipërisë, siç ju thash, edhe herë tjetër të bëjnë për një ditë jetën e tyre detyrën. Shkarkojnë të dy bashkë, Edi Rama dhe Belinda Ballukun.